Temperaturat e larta të këtyre ditëve kanë sjellë vështirësi në rritjen e kulturave bujqësore si misër, perime, ullishte, vreshtari e të tjera të mbjella në 1200 hektar në njësinë administrative Dushk. Mungesa e ujit për të vaditur kulturat bujqësore është një fenomen i hershëm prej 31 vitesh, por më e rëndë është në 400 hektar të cilat ujiten me rrjedhje të lirë. Mungesa e reshjeve të shiut në këto kushte i çon fermerët në falimentim të plot, pasi marrin vetëm 10% të prodhimit në kushtet aktuale. Historikisht Dushku ka vujtur për vaditjen. Në radhë parë kanalet vaditse nuk funksionojnë në rregull. Edhe jo si shtet, vetëm si shtet, por edhe vetë si ne, si individ, të mbyllura të gjithë. Nuk kam po pastrime, mos t'i vihet vetëm faji shtetit. Jemi edhe ne si fermerë në radhë parë fajtor, po edhe uji këtu nuk vjen. Kotë që mjellim, nuk marrin prodhim, mjellje pa vaditje, pa... Këtu ka marru çdo gjë, s'ka as i lloj vaditje, as i lloj ashtu. Gjithë dimër mytemi se s'ka kanal. Gjithë behari s'kemi pikujti. Kemi mërdhif, edhe ne pensionistat, edhe ne do hekim dorë nga kjo punë. Këtu ka 35 vjet pa pikën e ujit, dhe misri edhe gruri, deri në 2 kujtal e gjysmë për dëlym. Është skandal fare. T'japi misrit 3 kujtal për dëlym, këtu në tërbuf.